Pra, si që shifni, nuk mjaftuan 76 milion euro të shpërndara publikisht, nuk mjaftuan 200 milion euro gjoba dhe kamatat falura, 500 milion euro prokurime dhe koncesione, por kalojnë duke shpërndarë para në përqoshe për të blerë vota. Këto zgjedhje nuk njihen kurrë. Këto zgjedhje janë farsë dhe nuk janë zgjedhje, pra kjo farsë nuk njihet kurrë. Ndaj dhe ne paraqesim para mediave dhe para shqiptarë dhe komunitetit ndërkombëtar faktet pakundërshtueshme të farsës që delegjitimojnë plotësisht qeverinë e dalë nga zgjedhjet. Këto kisha ishte shumë demonstrues ky rast, sepse është shumë e rrallë të mund të kapesh ndarjen e parave, po ja që është evident. Këta janë të njohur si persona, gjithçka është e identifikuar.